vërtet historike që askush nuk duhet i fshifet, por përkundërzi duhet ta analizoj, siç e bët pyetjen me shumë drejt, do të themi çfarë ndodhi. Në qoftë se flasim për të djathtë historike në Shqipëri, ajo ka mbaruar në 44-ën dhe e djathta sotme nuk është një e djathtë. Sepse nuk mund të jetë djathtë. Nuk është e djathtë? Nuk është e djathtë në brendinë e saj. Në kuptimin po ju kur ju doktrinar, atashuat PD thoshit që është e djathtë. Kam besuar që natyrisht në spektrin politik më afër të djathtës tenton PD-ja, por nuk është një e djathtë në klasimin e mirëfill të fjalës, sepse ka mbartur sëmundjet që i mori gjatë kohës komunizmit dhe përkundrazi, nëse pala tjetër tenton të çmarkohet nga sëmundjet e komunizmit, të pi ilaçe, të shërohet, pala jon për fat keq bëhet më bolshevike. Nuk ka të djathtë që adhuron liderin. E djathtë adhuron Zotin, jo individin. Nuk ka të djathtë që adhuron liderin. Jo.